Akullori është kënaqësia më e dashur e verës, e freskët, me ngjyra dhe shije të ndryshme, por shumë qytetarë kujtojnë me nostalgji një tjetër verë, atë të fëmirisë apo rinisë së tyre, kur akulloret dhe aranxhatat shqiptare shiteshin në rrugë me karroca dore. Por a u mungojnë shkodranëve shijet e dikurshme të akulloreve dhe aranxhatave, cilat janë akullore që ata konsumojnë sot dhe me çfarë shije preferojnë? Konsumojmë po më tepër me këshill lanë që frutash. A i mbani mend akullore dhe aranxhatat e dikurshme? I mojmë mend, po kena hek zitollin, i tunojnë rrallë, u myqim si fëmijë që kena kënë se delqim për herë të parë. Edhe aranxhatat besa na shkon mendja me për drejtën, po ata aranxhatat kanë kënë tjesë zakonshme. Tjesë zakon për ne që brezin tonë, që për brezin e lisi nuk e kanë një shije, nuk e dinë se si kanë kënë, po për ne kanë shumë të mira. Aty ka pas lezet një shishe vogël e ke shiut. Zakonisht kur i marr me vanilje, nuk asa jam të i përdorë dhe shumë me të drejtën. Me çokoladë. Po, i konsumojmë, sa është edhe koha e nxehtë me vanilje, me të na shijet. Me se mund t'je zudhësuar sot aranxhatat? Me të na llojet e pijeve që janë të na domshme. Të na ndomshme, pijet energjike, një kuxet janë shumë të këqija. Dikur kishim kënaqësi fort, tashti nuk u besojnë. Sa të mira kanë kënë, shumë të mira kanë kënë. Mundohen ballë me i bë, pasi kohën e ashtu si bëjnë. Koha ka ndryshuar dhe bashkë me të edhe mënyrat se si freskohemi në verë, por kujtimet për akulloret e dikurshme mbeten të ëmbla. Dikur mjaftonte një kon i mbushur me shije të thjeshta për të sjellë gëzim në një ditë të nxehtë. Sot, ndonse zgjedhjet janë më të shumta, nostalgjia për shijet e dikurshme vazhdon të mbetet e gjallë në kujtesën e shkodranëve.